Nadia përvetëson çdo fjalë dhe shprehje të mamasë së saj. Asaj i pëlqen të vëzhgoj fytyrën e saj dhe t'u përgjigjet fjalëve të ëmbla. Ato kanë shumë për t'i thënë njëra tjetrës. Megjithse Nadia erdhi në këtë botë vetëm 3 muaj më parë. Nadia arrin të mbaj kokën lart gjithnjë e më mirë pa ndihmë. Ajo buzëqesh, nxjerr tinguj dhe gugat. Ajo kap gishtin e të ëmës ose lodrat me duart e saj të vogla dhe fut në gojë gjithçka që arrin të kap. Asaj i pëlqen të vështroj botën nga pozicione të ndryshme, shtrirë barkas në krahët e mamasë së saj ose mbështetur pas gjoksit të së ëmës. Ajo arrin të shpreh qartësisht pakënaqësinë e saj. Nadia di kur është koha për rutinën e saj të përditshme. Ajo e bën të lumtur, sepse gjatë kësaj kohe e ëma e përkëdhel dhe i shpjegon se çfarë është duke bërë. Jeta në familjen e Nadias është organizuar sipas nevojave të saj.